E di që të kanë lodh me këtë pyetje, por ne jemi në një moment të shoqërisë këtu në Maqedoni ku edhe politika vet vazhdimisht e thot njerëzit po na ikin, njerëzit po na ikin, njerëzit do ikin apo kur akuzojnë njëri me tjetrin dhe ti je një rast që je kthyer. Cila është arsyeja që prej Zvicre u ktheve në Maqedoni të veprosh në Maqedoni? Ti megjithatë me punën tënde nuk vepron përtej Maqedonisë, po prap jeton këtu, bazën e ke këtu. Çfarë të shtyu të kthehesh? Si ta marrim edhe këtë si një lloj mesazhi? Në atë kohë ose në atë periudhë të jetës time me siguri ishte një farë aventure, domethënë. E kisha mundësinë, po edhe mundësitë çka e pash, mundësitë ekonomike domethënë, për të bërë prej këtu biznese. Edhe besimi që edhe me njerëzit e këtoshët mund të arrihet një kvalitet që edhe për standardet e Zvicrës të jetë ndoshta një nga ke më të mirë. Domethënë edhe brenda këtyre vitet e fundit veç që kina arri edhe atë gjë, domethënë. Normalisht edhe rrënjët që i kum pas, pse nuk shkova me një vend tjetër, ku mund të shkoj unë tër botën, domethënë ku mund të shkoj të hapi kompani. Pse bashkë këtu? Normalisht rrënjët, normalisht unë në këtë vend i kum rrënjët.